Një skandal ka marrë dhënë prej disa ditësh ku dy ish zyrtar janë arrestuar pasi akuzohen për nxjerrje të akteve sekrete dhe ndërhyrje në sistemet kompjuterike të SPAK. Prej disa ditësh, persona të ndryshëm, gazetare jo vetëm, mbajnë në duart e tyre informacione sekrete nga hetimet e SPAK ndaj zyrtarëve të lartë deri në rang ministri e tashmë kandidat për deputet, por të paaft për t'i publikuar. Kjo për shkak të urdhërit të nxjerrë nga prokurorët e SPAK në drejtim të tyre, pasi janë vënë në dieni të këtyre akteve që kanë në duar. Përballë këtij skandali, i cili vën në pikpyetje sigurinë e institucioneve më të larta, e që duhet të ishin edhe më të sigurta, siç është gjykata e prokuroria e posaçme, qytetarët përballen edhe me një heshtje totale. Me një mosbesim ndaj këtyre institucioneve që në sondazhe dalin më të besuarat, se po mbajnë në duar dosje krimi e korrupsionit të zyrtarëve të lartë nga majoranca socialiste, por që nuk veprojnë. Këto akuza janë bërë her pas here nga ish kryeministri Sali Berisha, e zyrtarë të tjerë të opozitës, apo analistë të shumt, por sot këto pretendime akuza po faktohen me heshtjen e këtyre organeve përballë këtij skandali të përmasave të mëdha, kur bëhet fjalë për drejtësinë. Censurimi i gazetarëve në justifikimin e sekretit hetimor dhe jo vetëm, po shkakton një ambulli që jo kushdo mund t'i japë zgjidhje. Mungesën e informacionit e ka denoncuar dhe gazetari e Kronikës Anila Hoxha në një postim në rrjetet sociale, ku publikon mesazhet mes saj dhe SPAK duke ju referuar të drejtës për informim, por që ka rënë në heshtje të plotë. Ja çfarë shkruan gazetarja Hoxha. Në datën 14 mars, një gjyqtar i posaçëm në Tiranë ka vendosur arrest në burg ndaj dy ish zyrtarëve dhe po me kërkesë të SPAK, u shpall në një seancë me dyert të mbyllura, ndalimi i publikimit të akteve. Nuk pati as njoftim zyrtar për arrestimet, as nga SPAK dhe as policia. Gjendur përballë informacioneve të shumta që më sinjalizuan se dy të dyshuarit ishin arrestuar mbas hakerimit të PC-së së prokurorëve të posaçëm, në të njëjtën datë, ju drejtova me kërkesë zyrtare SPAK me pyetjen për çfarë vepre penale ishte arrestuar i dyshuari Zambak Gjoni. Ndërsa pati heshtjen nga institucioni dhe pavarësisht rëndësisë së interesit publik, vazhdova të mbledh informacione nga burimet që më saktësuan se po kishte patur ndërhyrje. Në 25 mars, ju ridrejtova SPAK me kërkesën mbi të njëjtin objekt, duke kërkuar informim për çka kisha mbledhur, pra, të dhëna shtesë për të konfirmuar çka më kishin treguar burimet, që hetimi po kryhej për akuzat e nxjerrjes së akteve sekrete dhe ndërhyrje në sistem. Dhe me një seri pyetjesh për të cilat prisja konfirmim. A është e vërtetë që këta shtetas janë arrestuar për veprat nxjerrje e akteve sekrete dhe ndërhyrje në sistemet kompjuterike? Apo kryen SPAK një hetim për sulm kibernetik, hakerim, mbi dyshimet se kjo gjë mund të ketë ndodhur në kompjuterat e disa prokurorëve? Ka një kallëzim nga një person konkret, apo është hetimi nisur kryesisht? Nëse është e vërtetë që ka ndodhur një hakerim i tillë, bëhet fjalë për ndërhyrje në dosje apo kopjim skendarësh? Në 1 prill, SPAK përgjigjet pa përgjigje me frazën: "Nuk kemi informacion për të ndarë me ju." U konsultova me ekspertët më të mirë se si duhet të veprojë një gazetar përballë një situate të tillë. A duhet të presë derisa sekreti të marrëdhënë, apo duhet të rrezikojë dhe përpasoj të merret nën hetim, apo duhet të respektojë interesin publik? Më thanë, qëndro gazetare. Dhe kështu po bëj. Po e publikoj sot ngërçin e sekretit hetimor të një prokurorie, e cila nga data 13 mars kur u arrestuan dy ish zyrtar, vendos më në fund të ndajë informacion. Asgjë s'ka ndryshuar. Sekreti vazhdon, sekret. Megjithatë, sot në datën 4 prill, prokuroria e posaçme njofton zyrtarisht mes të tjerash. Nga verifikimet ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së së institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione, pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Po ashtu, ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme zotit Altin Dumani, por pa sukses. Fal një hetimi intensiv të drejtuar nga prokuroria e posaçme me përfshirjen e BKH-s, si dhe sektorit të ekspertizës të kësaj prokurorie, u bë mundur që të zbulojë kjo ndërhyrje e palishme, duke identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve dy shtetas, individin që ka realizuar ndërhyrjen në emaile dhe ato që ka shpërndar informacionin tek persona të tretë. Gjithashtu, u bë mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen, si dhe skedarët apo dosjet e shkarkuara. Pra, situata është më e rëndë nga sa mendohet. Nuk bëhet fjalë për kopjim të thjesht disa të dhënave nga dosjet hetimore, por ndërhyrje në rrjet.
Jemi mësuar që autoritetet për të shmangur panikun deklarojnë se dëmi nuk është i madh, por e kundarta u pa edhe në rastin e sulmit iranian, ku të gjitha të dhënat e shqiptarëve ranë në duart e një shteti armik. Nga ana tjetër, një pikpyetje që ngrihet lidhur me këtë skandal ka të bëjë me shkakun se pse sulmuesit në fjalë kërkonin publikimin e menjëhershëm të këtyre të dhënave. Së pari, apo tentohet të ulet besueshmëria tek SPAK? Së dyti, apo tentohet të baltoset ky institucion, nisur edhe nga arrestimi i kryebashkiakut Erion Veliaj? Kujt i intereson kjo dhe kush fshihet pas 2 të arrestuarve, persona me pushtet që kërkojnë të dëmtojnë reputacionin e SPAK, apo interesa meskine të 2 të arrestuarve, që nëpërmjet presionit të vënë gjoba, apo nga ana tjetër nëpërmjet informacionit në duart e tyre, ta shesin e të pasurohen për të paralajmëruar kriminale të korruptuar që të gjejnë forma e mënyra për t'ju shmangur drejtësisë.